diaspor po në Zvicër. Zvicër në Gjermani, po. Ka sa u paguajsh atë? Bash më interesa. Ka pas. Ka pas. Po, ka pas. Vike njëri të kenë në mëra tha me knu. Tha veç të vishtar ti të cilë. Prezent jesh. Po, këngëtor ka do të këndoje ti veç ti jesh ta në prezent. Këtu në sa të lipish veç në stall. Ti e sjell publikën ke emër. Po vallaj. Domethënë ka pas fare. Shumë ka pas. Çka kime boti tash e kelon muzikën, ku kime on ka rëskin Allah. Po. Ta ka caktu para se me un lind. Ma shpejt vjen rëskin se e gjeli. Po. Allah 99 herë kur thot unë ju rëskin, shejtoni një herë frikë. Po. Shikoni thot shpenst, dalin uritur vin gopor kush i fshen. Allah e dhul xhelal. Edhe më shumë, edhe më i kënaq janë shumë, pse ki ko me familje me dal, ki ko me falemendru Allahin, ki namaz sabajt, atëras namaz sabajt, vishe pi darsmes direkt në shtrat, pi darsmes kur do ta falemendrojsh, po me ta mor Allah shpirtin. Subhanallah. Po Allah i ka desht. Alhamdulillah thësha më shpejt ti kri, ti bëj edhe se me zon vdekja. Subhanallah ilanim pse i si e ton vdes, hadithi pejgamberit. Si vdes në gjallës për Allahut. Me janë do këngëtar që e din hakun, domethënë, e din që kështu ne këne, më thonë shkaku i parëve se pelo. Çfarë mesazhi ju kishte thonë? Ai s'ka argument për atë. Atë ai s'ka punë mirë me caktimin, si do të thonë, me kaderin po. Ai frigohet për rrezikit. Frigohet që thot me lon çka do të bëj. Shumë këngëtari veti, mos më përmend emrin, thash lënë më mirë, 5 kona namaz fal. E dia më çka do bëj. Çish ka do bëj? Shumë pa orientuar më. Po 5000 euro nata. Po. Po 30 dorës më vjen azap. Po. Edhe çati e frigohet. E si e këshillukit? Këshillu inshallah le. Inshallah le ska pi aromi ska ajër. Po. Ska. Vjen halal, vjen parë. Vjen parë. Mos ju ushqeni, nëse u ushqet pi aromit, edhe ai vlladi del haram. Se pejgamberi selam ju ushqe pi halalit. Ska la rahat e fi dunja, ska rahat në dunja, veç namaz.